Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut mëshiruesit mëshirëdhëruesit, paqja dhe bekimet qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra, përsollëm muajin më të begatshëm dhe më të bereqeshëm të vitit, muajin në të cilën përkushtimi ynë ndaj Allahut ishte i veçantë, ku përmes agjërimit dhe veprave madhështore kemi treguar sinqeritetin tonë dhe respektin ndaj obligimeve fetare. Sot jemi të brengosur që po ndahemi nga ky adhurim që bëhet vetëm për Allahun Azza wa Jall, dhe ku ka shpërblime sekrete në të. Por të edukuar nga mësimet e agjërimit, ne edhe pas këtij muaji do të mbetim të sinqert ndaj ibadetet të Allahut Azza wa Jall. Përsollëm muajin e bereqetit të pashtershëm, të moralit, unitetit, edukimit, humanitetit, muajin e fitores. Por mbi të gjitha, përsollëm edhe këtë vit nga jeta jonë muajin e Kuranit të ndershëm, i cili shërben për pastrimin shpirtëror, për të ndërtuar vlera, për të implementuar paqe dhe siguri mes njerëzve, për të dhënë njerëzimit udhëzime të qarta dhe perspektivë të sigurt. Edhe një herë po dëshmojnë se fjala e Allahut është Kurani dhe kushtetuta e besimtarëve, përmes tij ndërtojmë jetën dhe të ardhmen tonë. Vëllezër dhe motra besimtarë, ne nga ky muaj mësojmë se gjithmonë duhet të jemi të kujdesur ndaj çdo krijese të Zotit Azza wa Jall. Dora e muslimanit duhet të zgjatet dhe të mos mblidhet, të kujdesim për nevojtarët, fëmijën e tim, të ndihmojmë dhe të ndihmojmë dhe jo të dhunojmë e të dëmtojmë. Qetësia dhe paqja që duhet të ndominojnë mes njerëzve, ku bazamen kryesor e kanë në fenë islame. Toleranca, bashkëjetesa dhe respekti ndërsjellë janë parime bazë dhe vlera të pamohueshme të islamit, mungesat e cilëve do të vështirësonin të imase e turin e botës. Vëllezër dhe motra besimtarë, ne jemi edukuar që të kujdesemi dhe të mos harrojmë dhe mos i lëmë pasdore miqtë tanë, të afërmit dhe fëmijët tanë. Asesi nuk gëzojmë të jemi neglizhent ndaj të varfërve dhe të ngratëve, por pse dhënit e tyre t'i ndajmë në mënyrë të përbashkët. Gjatë ditës së fesë Fitr Bajramit, dyert e shtëpive tona që kanë traditë të pastër, kombëtare dhe fetare, duhen të jenë të hapura për çdo vëlla dhe motër besimtare. Ne jemi edukuar edhe nga kultura jonë e lartë fetare që kemi, të shtrim dorën tonë si gjithmonë ndaj secilit që ka nevojë. Vëllezër dhe motra besimtarë, në emrin të Miftunis Elbasan dhe në emrin tim uroj që në këtë ditë të madhe të festës së Fitr Bajramit të shprehim dashuri ndaj familje, miqve dhe fëmijëve tanë, të respektojmë konceptin e respektit të gjithëanshëm, të shohim dallimet që mund të ekzistojnë midis nesh, duke dëshiruar mbarësi dhe lumturi në ambientet e familjeve tona. Qoftë ky Fitr Bajrami edhe një mundësi që të na falë gabimet tona. Lidhur me këtë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: në ditën e Fitr Bajramit, Allahu fuqi plot, besimtarët që falë namazin e kësaj dite i shikon plot mëshirë dhe thotë: o robërit e mi, me urdhën tim keni agjëruar dhe me urdhën tim keni bërë iftar. Keni falë namazin për mua dhe keni adhuruar të falni dhe keni ardhur sot para në këtë vend që të falni namazin e Bajramit. Tani ngrihuni thotë dhe kthehuni sepse unë më kam falë të gjitha mëkatet. Vëllezër besimtar, në përfundim do të kishe një lutje të madhe, një lutje të veçantë, të cilë pra i shkon për xhaminë e madhe të Tiranës dhe ne si Miftuni i bashkohemi mbledhjes së donacioneve për këtë xhami, që duhet mbështetur fuqimisht, duke parë edhe zhvillimet e fundit. Por nuk mund të mos përmendim fillimin e punimeve për ndërtimin e xhamisë Ballije, xhamin e munguar në qytetin tonë për më shumë se 46 vjet, që cila pra sot
sheh dritë ky projekt madhështor me cilën pra ka filluar punimet e saj. Edhe i herë lut Allahun e madhëruar pra që nda begatojë në këtë ditë të madhe të Fitr Bayramit dhe lut Allahun azza wa jall për sa më shumë dashuri dhe respekt në familjet tona. Gëzuar edhe herë. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wallahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد falënderimi takon Allahut, atë falenderojmë, falje dhe ndihmë për t'i kërkojmë, atë që uzon Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk ka kush e humb, dhe atë që humb Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk ka kush e drejton. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahu që është i vetëm dhe pa shok, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Vëllezër, ne sot jemi në një ditë të madhe. Sot jemi në një ditë që ne po përcjellim një muaj të madh, muaj i sakrificës, muaj i mëshirës Allahut, muaj i faljes, muaj i lirisë, që njerëzit në këtë ditë fitojnë lirinë, që lirohen prej zjarrit të xhehenemit. Ne sot përcjellim një muaj i faljes, muaj i pranimit të lutjeve të besimtarëve. Muaj që në këtë muaj zbriti libri i madh, Kurani famëlart. Vëllezër, në këtë ditë që besimtarët vinë në këtë dhe tubohen, e lavdërojnë dhe madhërojnë Allahun Gjelle Gjelaluhu për këtë mirësi të madhe që a dha. Dhe mirësia madhe që a dha është se ata në këtë muaj sakrifikuan duke agjeruar. Në këtë muaj ata pastruan shpirtin e tyre, pastruan zemrat e tyre, pastruan nefsin e tyre, dhe në këtë ditë ato janë të gëzuar. Profeti alayhi salatu selam thot se agjeruesi ka dy gëzime. Gëzimi i parë është kur e çel, dhe gëzimi i dytë kur do të takojë Zotin e tij. I pari është kur e çel, do të thot sepse ai gëzohet që Allahu ja dha mundësinë që ta agjerojë këtë muaj dhe shpreson tek Allahu në këtë ditë që të fitoj faljen, të fitoj lirinë prej zjarrit, të fitoj mëshirën e Zotit dhe të jetë prej atyre njerëzve që do të fitoj kënaqësinë e tij. Sepse profeti alayhi salatu selam, siç thot Abdullah ibn Abbasi, thot në ditën e Fitr Bayramit dalin me lajket në rrugë dhe tubohen duke i parë besimtarët që tubohen në këtë vend. Dhe masi tubohen besimtarët, Zoti Gjelle Gjelaluhu thot, përse valli jam mbledh këto besimtarë, thonë me lajket Zoti jon, ato janë mbledhur për të madhëruar dhe për të lavdëruar ty. Thot Zoti, çfarë shpërblimi ka i personi i cili punon? Thonë, o Zoti jon, ti e di atë punë. Atëherë thot Allahu Gjelle Gjelaluhu se unë i kam dhuruar atyre kënaqësinë time dhe i kam falur mëkatet atyre. Pra, ne sot shpresojmë për ata të cilët agjeruan, për ata të cilët u falën, për ata të cilët e kujtuan Zotin e tyre që në këtë ditë marrin këtë shpërblim. Ata të cilët nuk u bën pjesë e agjerimit, u bën thirrje se dera e pendimit të Allahut është e hapur akoma. Ata të pendohen dhe të ndreqin veten e tyre, t'i kthehen Zotit dhe të bëhen pjesë si të gjithë besimtarët e tjerë. Vëllezër, në këtë ditë, pra në muajin e agjerimit, besimtari kuptoi diçka që kjo është sinqeriteti. Profeti alayhi salatu sallam thot: "Men sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush agjeroi muajin e Ramazanit me besim dhe me shpresë tek Zoti i tij, atij do t'i falen mëkatet. Pra kjo shpresë do thot sinqeritet, pastërti. Pra do thot se Zoti nuk pranon asnjë adhurim nëse nuk është i pastër, sepse feja jon
e ka pastërtinë. Pastërtia në fizik, që çdo adhurim që bën pastrohet duke marrë abdes apo gusël, gjithashtu dhe e dyta pastërtia në adhurim. Nuk pranohet asnjë adhurim nëse nuk është i pastër për Allahun xhelle xhelaluhu. Që do thotë se ky është kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Profeti alayhi salatu wasalam thotë, ai personi i cili fjala e fundit e tij në këtë botë është la ilaha illallah do të hyjë në xhenet, sepse fjala la ilaha illallah do të thotë se adhurimet tona, lutjet tona, ndihmën që ne kërkojmë për Allahut është vetëm për të dhe për askën tjetër. Pra e pastrojmë adhurimin ton vetëm për Zotin. Vëllezër, profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, këshilla e fundit që bëri në këtë botë para se ndahesh, ishte një këshill që do thotë ummeti duhet që ta marrin konsiderat dhe të mundohet që ta praktikojë atë. Profeti alayhi salatu wasalam para se ndahesh nga jeta e tij tha: "As-salatu salah." Namazi, namazi. Mos e lëni atë, mos e praktikoni atë. Namazi është lidhja që bën njeriu me Zotin e tij. Nëse e praktisim, ke praktisur dhe ke shkëput lidhjen me Zotin tënd. Namazi është ai adhurim aq i madh që u obligua në qiellin e 7 ku profeti alayhi salatu wasalam hypi lart. Namazi është ai adhurim që e afron dhe e lidh njeriu me Zotin e tij. Namazi është pyetja e parë që do t'i bëhet njeriu ditën e Kiametit. A e ke fal namazin apo jo? Vëllezër, përveç që namazi ka një vlerë shumë të madhe, por duhet të kuptojmë se vlera e madhe e saj është edhe kur bashkohen me besimtarët në përfaltorët e Zotit. Në për ato xhamia që qytetarët i praktisin, në ato vende dhe në ato shtëpia që janë shtëpiat e Allahut xhelle xhelaluhu. Xhamiat janë vendet më të shenjta që ka Zoti në tokë. Neve kemi shku në çdo vend. Mos harroni dhe mos mungoni të shkelni në këto vende të shenjta. Se kush futet në shtëpiat e Zotit ka hyrë musafir ke Zoti i tij. Dhe të hysh musafir ke Zoti jot, Allahu xhelle xhelalu është bujarje absolut dhe të shpërblen dhe shpërblimi i tij është pa mas. Vëllezër, shtëpiat e Allahut janë xhamiat. I bëjmë thirrje gjithë muslimanëve që të bëhen pjesë e faljeve, bëhen pjesë e këtyre faltoreve, se këto janë vendet më të mira, më të dashura tek Allahu, që Zoti xhelle xhelaluhu i ka konsideruar si shtëpiat e tij. Edhe i diçka tjetër që e përmendin dietarët që është një nga elementët kryesor, i domosdoshëm për çdo secilin prej nesh. Nuk mund të kemi ne sukses kur nëse nuk përcjellim fenë e Zotit këtë tjerët, nëse nuk i informojmë të tjerët për këtë besim, për këtë vlerë, për këtë mirësi që është shumë e madhe. Nuk ka vlerë, nuk ka mirësi më të madhe që Allahu ja ka dhënë robit tij besimin. Besimi është një nga vlerat më të mëdha që ka njeriu. Por këtë vlerë dhe këtë mirësi ne duhet ta përcjellim këtë tjerët. Nuk munden njerëzit që të informohen nëse ne nuk e përcjellim. Profeti alayhi salatu wasalam thotë në hadithin e tij, nëse ti bëhesh shkaktar që të udhëzosh një njeri në rrugën e Zotit, në fenë e Zotit, ta bësh atë besimtar, është më mirë për ty se sa dynjaja dhe çka ka në të. Secili prej nesh të angazhohet që mesazhin dhe fenë e Zotit ta përcjellë ke tjerët. Ke familja e tij, ke prindit e tij, ke vëllezërit e tij, ke farefisi, ke komshia dhe ke shoqëria ku ai ndodhet dhe ku jeton. Sepse kjo është krenari, kjo është mirësi. Dhe këtë mirësi ne duhet ta përcjellim tek të tjerët, sepse kjo feja e Zotit xhelle xhelaluhu i mbar të gjithë. Ai person i cili bëhet shkaktar që këtë mirë ta përcjellë ke të tjerët, ai do të ketë sevapin dhe atij tjetër që punon. Pra, e lutim Zotin që na i falë mëkatet tona. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Falenderimi takon Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed alayhi salatu wassalam. Edhe një këshill të fundit që ta mbyllim hutben tonë dhe të dalim prej këtij vendi të falur prej Zotit xhelle xhelaluhu dhe të mëshiruar prej tij. Vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu çdo prindi i ka lënë një përgjegjësi që nuk i shmanget kësaj përgjegjësisë dhe për këtë përgjegjësi ai do të pyetet para Zotit. Përgjegjësia është edukimi i fëmijëve. Vëllezër, ne jetojmë në një kohë që fitnet janë të mëdha dhe çdo prind duhet kujdeset për fëmijën e tij. Çdo prind duhet ta edukojë fëmijën e tij. Çdo prind mos neglizhojë ke fëmia e tij, po ta vëzhgojë atë. Mos ta lë të lirë, po ta kontrolloj kudo që shkon. Profeti alayhi salatu wassalam thotë
çdo kush prej jush është bari dhe ai do të jetë përgjegjës për kopën e tij. Prindi është përgjegjës për fëmijët e tij. Nëse fëmia udhëzohet dhe i ti e shkaktar që ai fëmijë të rregullohet dhe të udhëzohet, do të jetë në të mirën tënde dhe pas vdekjes. Sepse profeti alayhi salatu sallam thot nga 3 gjëra që të cilët e ndjekin pra edhe mas vdekjes veprat e njeriut, njëra prej tyre është fëmia e mirë që lutet për të. Secili prej nesh të angazhohet që fëmijën e tij ta udhëzoj, fëmijën e tij ta edukoj, fëmijën e tij ta kontrolloj që mos bie pjesë e fitneve, por të jetë pjesë e besimtarëve, të jetë njeri i cili e beson Zotin dhe edukohet me sjelljet e Islamit dhe përmirësohet dhe të jetë ky fëmijë në dobin e familjes tij dhe të shoqërisë tij. Sepse kështu bëhen njerëzit dhe fëmijët tanë të dobishëm, qoftë për familjen e tyre, për qoftë edhe për fenë e tyre. Le të jemi pra atyre që të lejmë një fit pas që këto fëmijë të luten për secilin prej nesh. Dhe i herë lutim Allahun xhelle xhelaluhu që të na i pranojë adhurimet tona, të na pranojë agjerimin ton. Zoti i Madh na ketë mëshiru dhe lutim Allahun në këtë ditë të madhe sikurse na bashkoi në këtë vend.